Si të duk koalicioni, më shumë numra se sa frym? Po, kjo është dhe në pikpamja ime, sepse më shumë ka, le themi, sasi se sa cilësi. Se do të jemi edhe të fryma. Por në thelb, edhe tek fryma, është një koalicion i cili në thelb është lindur nga një lloj tradhtie, po ta themi edhe kështu, brenda atij që është sot ky koalicioni e Aleancës. Ti spektri politik. Ti spektri politik, pse them këtë? Sepse kur ti të themi bashkon forcat me disa parti, kryetarët e secilës disa vite më parë tradhtuan të djathtën. Merrni kontakte dhe i trafikoni ande. Jo, absolutisht po them fare këtë, po them gjë tjetër, të cilët djegjen e mandateve të tyre e kthyen në mandat në kuvend, pra duke ushqyer makinerinë e Partisë Socialiste ose Majorancës duke mbajtur në jetë Majorancën Socialiste, siç është Kujtim Gjuzi, Selami, Nisheri e gjitha. Dhe kjo ishte në thelb ishte një thik ndaj të djathtës, apo jo. Pra, në kuptimin e gjatësisë, Rama mbjetoi për shkak të faktit sepse këta ishin njerëz të cilët nuk ishin në parlament, por nuk ta i dhanë numra parlamentit për t'i dhënë një gjatësi Ramës. Dhe sot kushdo që është i djathtë, pra që dihet pranë të djallët, dhe kur shikon një koalicion të tillë, dhe sigurisht që i kthehet asaj që është kujtesa në këtë rast, dhe dhimbjes. Dhe shikon domun që pikërisht këta individ, të cilët kanë parti që në thelb që në numra, këta janë njerëz politik në gjykimin tuaj. Këta janë njerëz apo njerëz numra, që i bashkangjiten. Këta janë njerëz me një numër.